Në politikën shqiptare po ndodh diçka që vështirë se mund të konsiderohet rastësi, në një kohë kur pakënaqësia qytetare ka arritur nivele që prej më shumë se 80 ditësh protestohet në shesh kundër qeverisë, por edhe kundër establishmentit të vjetër politik. Edi Rama dhe Sali Berisha zbulojnë papritur nevojën për t'u afruar me qytetarin. Rama me pasqyrë Albania, Berisha me Agora PD, dy platforma, dy kampe, njëjti hall. Qytetari po largohet dhe pikërisht këtu nis problemi, sepse shqiptarët nuk kanë dalë në protestë nga mungesa e një aplikacioni, nuk kanë qëndruar mbi 80 ditë në rrugë sepse nuk dinin ku të klikonin për të dërguar një ankesë qeverisë apo opozitës. Kanë dalë sepse pakënaqësia është grumbulluar deri në atë pikë, sa nuk e mban më as Facebooku, as propaganda, as militantizmi partjak. Kanë dalë në shesh sepse duan të dëgjohen. Dhe tani kur sheshi po flet, politika e vjetër po përpiqet ta fusë përsëri qytetarin brenda ekranit. Kjo është ajo që i bën këto iniciativa politikisht shumë më interesante se sa duken. A janë vërtet instrumente për t'u dhënë më shumë zë qytetarëve? Apo tentativat për të kanalizuar, administruar dhe në fund neutralizuar një pakënaqësi që ka dalë jashtë kontrollit të partive, sepse një qytetar që proteston është problem politik, një qytetar që plotson një formular është statistik. Rama e di mirë se çfarë po ndodh. Është në mandatin e 4, pas kaq vitesh në pushtet, nuk mund të pretendojë që sapo ka zbuluar problemet e administratës, arrogancën e institucioneve apo distancën mes shtetit dhe të qytetarit. Nëse sot shqiptarëve u duhet një pasqyrë për t'u dëgjuar nga shteti, pyetja është shumë e thjeshtë: çfarë nuk funksionoi gjatë gjithë këtyre viteve? Edhe Berisha e di mirë se çfarë po ndodh. Protesta ka rrëzuar një alibi të madhe të opozitës, se njerëzit nuk dilnin, njerëzit qenë kanë aty, pakënaqësia qenë ka aty, zemërimi qenë ka aty. Ajo që nuk ishte aftësia e opozitës së drejtuar për ti për ta kthyer këtë pakënaqësi në besim dhe shpresë politike. Dhe kjo nuk zgjidhet me Agora PD. Berisha është në politikën shqiptare që prej vitit 1991, 35 vjet më vonë, është e vështirë të shesë shqiptarëve iden e SRS, duke u ofruar një platformë të re me të njëjtin protagonist. Aq më tepër kur mbi të rëndon një proces gjyqësor për korrupsion, akuzat që ai i mohon, si edhe shpalljet non grata nga SBA dhe Britania e Madhe. Kështu që ironia është e plot. Njëri ka 4 mandate dhe kërkon të duket sikur po e fillon nga e para. Tjetri ka 35 vite në politikë dhe kërkon të bëjë sikur përfaqëson të ardhmen. Dhe të dy mendojnë se ndërmjet tyre dhe qytetarit mungon një platformë. Jo, mungon besimi. Mund t'ja ndryshosh emrin portalit, mund t'i vendosësh grafik më të bukur, mund të hapësh llogari, profile, rubrika dhe hapësira komunikimi, mund të prodhosh videon perfekte dhe sloganin perfekt, por nuk mund të digitalizosh zhgënjimin dhe pastaj të pretendosh se e ke zgjidhur. Sepse pakënaqësia që ka mbërritur në shesh nuk shuhet me një login. Dhe ndoshta kjo është ajo që Rama dhe Berisha nuk duan të pranojnë. Qytetarët nuk mund të kërkojnë një mënyrë të re për të komunikuar me ta. Një pjesë e tyre kërkon të çlirohet politikisht prej tyre. Prandaj këto platforma pikërisht tani rrezikojnë të duken jo si hapje ndaj qytetarit, por si përpjekje për të marrë zemërimin e rrugës, për ta futur në një server dhe për ta bërë atë të menaxhueshëm. Por sheshi nuk është formulë ankese. Dhe pas më shumë se 80 ditësh protest, të mendosh se një pakënaqësi e tillë mund të shuhet me platforma digjitale, do të thotë ose të mos kesh kuptuar fare qytetarin, ose të vazhdosh të besosh se ati mund t'ja hedhësh përsëri. Rama dhe Berisha mund të ndërtojnë sa platforma të duan, por ka një platformë që nuk e kontrollojnë dot më: sheshin.